Do përgatisim tani liko kungulli për të shoqëruar kremin brule me kungull. Bëjmë toptha me një thik të tillë. Pasi e kemi bërë gjithë kungullin kështu, i hedhim në një tenxhere të përshtatshme. Shtojmë ujë dhe sheqer në raport 750 ml ujë me 1 kg sheqer. Shtojmë disa deg në energjik dhe 2 shkopa kanellë. Do t'japim val dhe do t'a lëmë të zjejë derisa kungulli të behet, por t'jetë akoma pak i fortë. Pasi të jetë bërë, e heqim kungullin nga lëngu. I shtojmë lëng limoni dhe e lëmë të reduktohet derisa të arrijë viskozitetin e një shërbeti. Tani që shërbeti ka arritur viskozitetin e dur, do t'a fikim dhe do t'a lëmë të ftohet. Pasi e lamë të ftohet pak shërbetin, do t'a hedhim të topthat e kungullit. Pasi të rrijë një ditë këtu, do t'a kalojmë në vazo dhe pastaj do t'jetë gati për të përdorur për kremin brule.